Kom pas edhe opsione tjera, po kam qenë besnik ndaj Niklit edhe këtë e kemi folë edhe para disa vite, më kthy kur jam I gatshëm. Së shpejti Nikli ka më kthy ato ku e ka vendin. Normalisht kthimi është në Super League, edhe do punim çdo ditë për me arrit atë objektiv. Unë edhe kom pas njëjtën vështirësi, po në fundin e kom zgjedh Kosovën. Me vetëdijshmëri që ashtu dha shumë golla në Spanjë dhe besoj ai mund të më konë një në lojtarëve që mundet me jep gollin e fitores. Normal vendimin e kom marrë edhe para shumë vite, se gjithmonë ëndra ime ka qenë me përfundu karrierën te Feronikli. Edhe futboll nuk I dihet kurrë sepse zor edhe me planifiku, po tani erdhi momenti edhe ndjeva më kthy. Nuk është që është edhe vështirë, po normal tani edhe I kom bë pak vjet, edhe erdhi momenti më kthy edhe me nimu klubin e qytetit tim. Kom pas edhe opsione tjera, po kam qenë besnik ndaj Niklit edhe këtë e kemi folë edhe para disa vite, më kthy kur jam I gatshëm. Është shumë mirë, është një ecje shumë të mirë dhe besoj që doja arritëm qëllimet në fund të sezonit. Po klubi është mirë, kushtet janë shumë të mira, stadioni është I mirë dhe besoj që së shpejti Nikli ka më kthy ato ku e ka vendin. Normalisht kthimi është në Super League, edhe do punim çdo ditë për me arrit atë objektiv. Është një temë pak e vështirë me diskutu, sepse gjithmonë ata e ndinë që për ka ndoj me lujt, unë edhe kom pas njëjtën vështirësi, po në fundin e kom zgjedh Kosovën. Çdo lojtar e ka atë vendimin e vet, ato mendimet e veta dhe në fundit duhet mi respektu edhe ato. Besoj se po, është normalisht është një ëndër e madhe për të gjithë ne, po ka me qenë janë dy lojë shumë të vështira. Normalisht duhet me kalu Slovakinë në lojën e parë jashtë, është shumë e vështirë sepse ata janë një ekip shumë të fortë, po duhet me besu në cilësitë tona dhe besoj që mujna me marrë një rezultat pozitiv, pse jo? Të gjithë janë mirë, janë sëri shumë të mirë për momentin, vetëdijshmëri që ashtu dha shumë golla në Spanjë dhe besoj ai mund të më konë një në lojtarëve që mundet me jep gollin e fitores. Jo, nuk besoj që është e gabueshme, është një lojtar me cilësi shumë të lartë, është një lojtar fenomenal dhe besoj se shpejt ai do të rikthehet dhe do të luajë më shumë, edhe ka një ardhmë shumë të mirë dhe shumë të madhe.